Nga meshe kësaj të diel nga katedrali e Shkodrës, famultari Don Vlash Palej përcoj një mesazh për festën e 8 marsit. Don Palej tha se nënat janë autoriteti më suprem i kësaj bote, sepse gjatërojnë jetën. Sot është edhe festa e nanave. Nanat, si mas mehet, janë autoriteti më suprem i kësaj bote, sepse s'ka më shumë se sa ato të cilët lindin jetën. Njerëzisht të i folë nuk ka një autoritet rival me ta. Me tonë respektin për babat, por krejt merita, ajo ma madhja u shkon nanave, sepse ato i japin jetë, gjadhrojnë jetën, sepse e lindin jetën. Ka së të rëndësishme janë, sa që edhe ka së të veçanta, ka që madhështore, sa që edhe Zoti ka dasht me e pas një nanë, pra ne ka zgjell Marin. Jo vetëm sepse ashtë bukur në rafshin njerëzor, po ashtu edhe në hynor me pas një nanë, por edhe me përcaktu imazhin më të bukur të çdo nane, e cila duhet jetë e vetëdijshme se kur e lind jetën, nuk është se ka lind thjesht një fëmijë, por ka lind Zotin, sepse në çdo fëmijë tregohet mirësia e Zotit që i dhuron jetë ditëve tona. Gjatë meshës Don Palej foli edhe për mbledhjen e fondeve për konstruksionin e katedrales së Shkodrës. Sapo jam kthy nga Shtetet e Bashkuara, ku bitan aty ku gjejnë mundësinë me shpreh atë dignitetin e tyre, aty ku djersa e ballit vlerësohet ndoshta më shumë se në asnjë vend tjetër, aty edhe bujaria është më e madhe. E dini se kam shku me një mision specifik, me kërku një nimes për katedralen, kam vizitu 3 komunitete, kishën e Shënpalit në Detroit, me famullitar Don Fredin, Don Fred Kalaj, kishën e Zojes Pajtore, po ashtu në Detroit, me famullitar Don Dino Cekrezi, edhe kishën Zoja Shkodrës në New York, me famullitar Don Pieter Popaj. Të 3 i falenderoj mënyrë veçantë, e përveç atyre edhe të gjithë ato njerëz vullnet mirë, të cilët organizuan punën për mbledhjen e fondeve në lidhje me katedralen. Diçka është mbledhur në anorin e vitit kaluar, por po në këto komunitete e diçka u mlodha edhe kësaj here. Jena në kish, jena si familje, kështu që është edhe normale me thonë, edhe me vunë dukje me nxjerrën pa atë bujarinë e bijve të Zotit, sepse asgjë s'është e fshehtë. Vetëm këto 2 bashkësi deri tash na kanë ofruar rreth $850,000 për restaurimin e katedrales. Pa frikë nisena për ato projekte mallore të cilat besoj mendimin e Zotit edhe me atë nimin e njerëzve vullnet mirë, do ta përtrin, do ta rimkamin edhe herë këtë katedrale e do ta bojnë të denjë. Patjetër, ashtu, do të radhitet në ato katedralet e bukura që ka krejt Europa, që ka krejt krishtenimi. E mund me thonë me plot fjalë, me plot gojë, që fillon një epokë e re për katedralen tonë. E kjo fal dëshamirësisë, bujarisë, sidomos të emigrantëve tonë në Shtetet e Bashkuara, por që kërkesa dhe ftesa për kontribu për katedralen do të drejtohet edhe bashkësive tjera në për Europë. Pra ne dikush në njekë edhe në përmjet televizionit Rozafa, kështu që t'ja japëm një dorë trokitje edhe gjitha të në cilët këndërojnë.